Në prag të festës së Kurban Bayramit, e cila do të kremtohet të mërkurën, besimtarët Bektashi në Bulqis kanë kryer ritin e kurbanit. Si çdo vit, besimtar nga gjithë Bulqiza janë mbledhur pranë teqeve për të bërë kurban, mishin e të cilëve e ndajnë me të varfrit. Besimtarët shprehen se këtë rit e kryejnë prej shumë vitesh dhe se gjysmën e dashit kurban e japin për njerëzit në nevojë dhe gjysmën e mbajnë për familjet e tyre. Na e bëv Zoti Margjive, gëzuar kudo që janë bektashianë musliman, çdo që të jenë, Zoti marr inshallah. Se kam prej gjyshi, baba edhe ne sa të jemi musliman. Unë kam 31 vjetre në Itali, vi vetëm për këtë ditë të shnume, me vëllezërit e mi e me shokët e mi. Herë gëzuar herë Kurban Bayrami për gjithë shqiptarë dhe gjithë bektashian, gjithë ato që besojnë në Zotin në fe. I gjithë shnosh, unë kam 40 vjet gati që pres kurban. Jo gati, por I kam 40 vjet që pres kurban. Dhe është ditë e shënume kjo ditë e kurbanit. Kurbani Bayrami I vogël quhet. Kurban Bayrami. Dhe gjysmën e mishit, kështu e kemi dhënë që është ma përpara mbas traditave, por nëse nuk del, jemi detyruar ta marrim deri në fund pjesën që ndajmë edhe për vete. Kuptohet? Do ta dhuroni. Patjetër se po. Patjetër se po. Faleminderit, gëzuar dhe qoft viti I marr për gjithë. Gëzuar festat e Bayramit gjithë popullin. Gëzuar për shumë vjet, gjithë bektashitëve. Gjithë atyre që më presin kurban. Për shumë vjet. Kjo lën mamanes që po të parë. Edhe ne jemi të për festa aty kjo është festa më e shenjtë të bektashit. Falni Zotit. I presin për vetëm për ta dhëruar pjesën më të rëndë bashkë. Kjo është ajo që bëj. Dhjetra besimtarë bën kurban në respekt të ditës së shënuar në kalendarin islam, e cila është festa e Kurban Bayramit. Ata u shprehen se jo vetëm ndjejnë obligim për të bërë kurban, por edhe detyrim shpirtëror ndaj Allahut. Festa e Kurban Bayramit lidhet me sakrificën që ka bërë njeriu ndaj krijuesit, ndaj dhe kjo festë ka në simbolik bërjen e një kurbani dhe faljen e pjesëve të mishit të tij nga kushdo që ka mundësi.